10 ndryshime që pëson trupi juaj pas moshës 30 vjeçare, nga zvogëlimi i trurit deri te këto probleme. Pas moshës 30 vjeçare, trupi ynë fillon të kalojë ndryshime të ndryshme, disa prej të cilave mund të jenë edhe të habitshme për ne. Për shembull, përkundër faktit se jeni me përvojë, truri juaj mund të bëhet vërtet më i vogël. Nëse keni vërejtur se dërsiteni më pak pas moshës 30 vjeçare, kjo është gjithashtu një pjesë e procesit të plakjes. Në këtë video do të rendisim disa nga ndryshimet që i ndodhin trupit pas moshës 30 vjeçare. Truri juaj bëhet më i vogël. Jo truri juaj sërritet me moshën, por në të vërtetë ndodh kundërta, kur plakemi pjesë të caktuara të trurit të kurren. Humbasim në rreth 50.000 neurone në ditë pas moshës 30 vjeçare. Por s'ka asnjë arsye për panik, nga se truri ynë është i përshtatshëm. Ju djersiteni më pak, ju ftoheni më rrallë. Gjithashtu, keni ndjenja të cilat mund t'jenë edhe të shijes së dobët. Keni më pak masë muskulare, metabolizmi juaj ngadalësohet, thonjtë tuaj rriten më ngadalë.